Aktualisht, kur po flasim, jemi në fazën, mund të themi, të analizës përfundimtare se me çfarë trupash do të dislokohemi në linjën e mesme për operacionin në kuadër të forcës stabilizuese. Bashkë me komandantin e FSK-s jemi në fazat e fundit të përcaktimit për kapacitetet. Mirë po, çka mund të them këtu është që do të kemi një kombinim të kapaciteteve, nuk do të ketë vetëm, mund të themi, kapacitete tipike ushtarake, por nuk do të ketë as vetëm kapacitete tipike që kanë bëjnë me deminim e kërkim shpëtim, pra do të jetë një kombinim. Mirë po, ende jemi në pritje të, mund të themi, të analizave, por edhe të një koordinimi përfundimtar me komandantin e forcës stabilizuese, generalin amerikan, për të ardhur në përfundim se çfarë kapacitete do të kemi. Unë vlerësoj që është me të vërtetë një vendim strategjik i Republikës së Kosovës, ideja për të zbarkuar me trupa në Gaza, po mendoj në lindjen e mesme, sepse tani në këtë periudhë kur po flasim janë duke u shqyrtuar aspekti i bazave se ku do të jenë atje. Normalisht që ne bëjmë edhe vlerësimin e rrezikut, ne do të kemi njësi që do të dërgojmë për vlerësim të aspektit të rrezikut, mirë po ne edhe jemi të gatshëm të marrim rrezik mbi vendimet tona. Unë besoj që brenda këtyre javëve ne do të kemi propozimin për qeverinë e Republikës së Kosovës për të marrë vendimin politik, i cili pastaj me miratim, pra me miratimin e shumicës së deputetëve, shndërrohet në autorizim për pjesëmarrje në operacion jashtë vendit dhe hapi i fundit është autorizimi i presidentes bazuar në 2 vendimet për të dërguar FSK-n pra jashtë vendit. Unë vlerësoj që në këtë pjesën e arritjeve në nivel shtetëror, meritjat janë të gjitha institucioneve, pikësporit të qytetarët Kosovës dhe orientimit tonë euroatlantik, kurse të mund të themi ajo sqarimi i roleve, kjo forca stabilizuese, e thasha njerë, është një forcë e cila po ndërtohet duke ju referuar një rezolutë të OKB-s, pra të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, përderisa Bordi i Paqes është një iniciativë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të ndërtuar, mund të themi, atë institucionin e administrimit politik të paqes dhe sigurisë në botë. Pra, besimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, unë vlerësoj që parazgjithash është besim në institucionet e vendit tonë, është në besim në demokracinë tonë, besim në orientimin tonë të palëkundur euroatlantik, besim në partneritetin që kemi ndërtuar ndër vite me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pastaj puna individuale secilit prej nesh, është një farforme ushqim i këtij besimi. Edhe vlerësoj që është me të vërtetë një arritje kolektive, një arritje e institucioneve, e qytetarëve të Kosovës, dhe kjo po shfaqet me besimin që SBA-t kanë